Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme, sipas mediave që raportuan në fundjavë, Belinda Balluku pritet që të paraqitet në SPAK. Po sipas mediave, lajmi që qarkulloi ishte që ishte e thirrur, pra kishte fletëthirrje, që të paraqitej së bashku me një avokat. Por a do të thotë kjo që do të merret e pandehur? Çfarë do të komunikohet? Por në fundit a është ky lajm i vërtet apo jo, nëse do të paraqitet apo jo, sepse nga SPAK-u nuk kishim as konfirmim as mohim në fundjavë. Për gjitha këto do të flasim me avokatin e njohur, mikun e emisionit ton, zotin Gylsen Zhdima. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, fundjava ka qenë mbushur me shumë teori skenar nga të imagjinueshmit, por dhe të pa imagjinueshmit. Në gjykimin tuaj, çfarë ndodh sot? Nëse Belinda Balluku paraqitet, por edhe nëse nuk paraqitet. Pra, nuk e di, ma ka ardhur nga Zvicra, a mund shkoj avokati në vendin e saj? Çfarë thot hapësira ligjore? Atëre që ta nisim intervistën ashtu siç duhet të themi tek qytetarët, tek opinioni publik, që një person i cili thirret nga një prokurori, normalisht nuk i tregohet që shiko hajde me avokat, sepse personi thirret për të paraqitur dhe për të njohur përse është thirrur në prokurori. Pse them këtë gjë? Sepse në rast se ti je një person i cili do të jenë në jetim, ti e din herës në kaluar që të ndaj teje është në ngarkim një jetim dhe emri jot është i regjistruar dhe ti nuk merresh më në cilësinë e person që ke dieni, po merr si i pandehur ose si person në jetim. Por që të vi një letër të thotë hajde me avokatin tënd, unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me një keq interpretim, do të thoshen në një anë dhe nga ana tjetër në një abuzim në aspektin e njoftimit, sepse kur kërkojmë personin, i kërkojmë edhe në adresën e banimit, edhe në adresën e punës. Unë e di që personat të cilët kërkohen në adresën e punës, do të thotë që ka një problem dhe një dyshim mbi shpërdorimin e detyrës së punës. Dhe nuk thirret në shtëpi për shkak se ka një dyshim tjetër përse përket në një veprimtarie tjetër që mund të dyshohet personi. Prandaj unë e marr me rezervë këto thirrje që është bërë nga organi procedues që është prokuroria e posaçme, sepse nuk na ka ndodhur që të thotë hajde tani se ne mbaruam hetimet dhe tani mendojmë se ti ndaj teje do të ngrim një akuzë. Prandaj diçka nuk është mirë formuar, nuk është mirë dhënë në publik dhe nuk është në aspektin profesional ligjor, për mendimin tim. Sepse në aspektin procedurial do të kuptojmë diçka. Kur ekziston kallëzimi penal, pra do të thotë që prokuroria brenda 15 ditëve bën regjistrimin e rastit. Mirë, jo do e mos që të vendosi emrin e personit, po thjesht procedon për çështjen. Mirë, dhe kur procedon, ka afate 6 muaj 6 në prokurorinë e posaçme. Tani, rasti është denoncuar në 2021. Nga 2021 të kanë kaluar ty pothuajse 2 palë zgjedhjesh. Edhe ato vendore, edhe ato të cilët ka të bëjë me për të përgjithshme. Ajo që mua më bën të dyshoj është, po prokuroria tani kuptoi pas kaq shumë vite që kemi të bëjmë me abuzim, nuk e kuptoi më herët kur normalisht që provat ose fakte. Prokuroria avokat nuk mund të hedhë fallë. Nuk mund të hedhë fallë çfarë do ndodhë, ato çfarë do thonë letrat, apo letër porosit, apo ekspertiza nga hetimi. Ka lidhje letër porosi nga jashtë shtetit. Ktu ka të bëjë me vendin, brenda vendit. E ka të thjesht, pra e kuptoni në cilën situatë jemi dhe në cilën paqartësi jemi juridike, po përftohesh për të dhënë shpjegime. Ftohesh sepse duhet të njoftoj organi procedues që ndaj teje do merret një masë sigurie. Edhe në rast se do të kishim masë sigurie, arrest në burg, arrest në shtëpi, ju duhet keni parasysh ose kontroll të banesës, zoti Dumani duhet niste kërkesën që të hiqet imuniteti deputetës dhe ministres. Edhe zëvendës kryeministres. Edhe për marrjen të pandehur duhet të nis kërkesa? Jo, në rast se do merret për arrest në shtëpi dhe arrest në burg,
duhet kërkohet dhe kontrollit banesë duhet kërkohet imuniteti. Unë jam i mendimit dhe jo vetëm unë i mendimit, po jam i bindur që edhe detyrim paraqitje duhet kërkos aprovim nga parlamenti. Këtu dalim tek rasti Berishës pastaj. Po, dalim te rasti Berisha dhe unë them që shkelja Berisha nuk mund të vazhdohet më me shkelje të tjera. Për çdo mas sigurie ndaj deputetit, si është ndalim për të dalë jashtë vendit dhe detyrim paraqitje, është një detyrë që ja cakton një organ tjetër i drejtësisë, pra i pavarur, një pushtet tjetër. Dhe prandaj imuniteti në këto raste është absolut. Në hetim nuk ekziston imunitet, në gjykim nuk ekziston imunitet, pa kaluar përpara në parlament që të marrësh autorizimin. Prandaj unë mendoj jemi në shkelje, në rast se do t'i vendoset ndaj zonjës Balluku detyrim paraqitje, jemi në shkelje të kodit të procedurës penale, jemi në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, jemi në shkelje në Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit në 5 paragrafi 2, jemi në shkelje të gjithë atyre të drejtave dhe live themelore të njerëzit të cilët ne i kemi ratifikuar, sepse janë 20 prokurorë të cilët bëjnë kodit të procedurës dhe ligjeve të vendit tonë sipas interesit të tyre, thjesht e vetëm të tregojnë se sa të fortë janë. Po janë më të dobët se sa ju nuk e imagjinoni dot. Prandaj unë them, në rast se zonja Balluku do të shkojë të hënën në prokurorinë, ose shkon në prokurorinë, ose shkon në prokurorinë, ose mund të shkojë edhe në një ditë tjetër, pavarësisht për sot, ka të thotë kjo gjë. Mund ta shtyp. Pra ju mendoni se shkoj sot mund ta shtyp, pse mos ta shtyp? Sepse nuk është edhe kaq shumë urgjente, sepse në rast se prokuroria do kërkonte një masë ekstreme, do të shkonte direkt në kuvend dhe s'ka pse ta takonte, por dëgjoj diçka tjetër, diçka një sekret tjetër. Kujdes tani, me Ahmetajn çau bën? Ai ishte deputet? Dhe nuk e thirrën Ahmetajn, po thjesht çuan kërkesën. Çfarë bëri Ahmetaj? Valiçet, iku, shkon në Zvicër. Çfarë duan të bëjnë te kjo? Kjo po i thënë hajde me avokatin tënd, më kupton? Shiko tani e ekstrem, ha? Vetëm ne i prokuror i djallëzuar mendon këtë, asnjë tjetër, më e mend që po them. Dhe e mban në prokurorinë e posaçme deri në maksimumi 10 orë. Mbajnë zonjën Balluku thua sot deri në maksimumi 10 orë në prokurorinë e posaçme nëse shkon. Po, e di pse kush është skenari ekstrem. Pa atë duhet të kesh prokurori duhet të interpretojë mirë kodin e procedurial. Në të njëjtën kohë, Dumani çon postierin e çon direkt në kuvend. Se ne sot kemi në kuvend. Kemi seancë kuvendi sot. Po. Bën kërkesë mblidhet të komisioni rregullores dhe Dumani bashkë me prokurorin tjetër në aspektin publik dhe në perceptim publik i thotë ne bërëm detyrën tonë, ja kërkuam direkt parlament të veprojë sepse kemi precedenti Ahmetaj që na iku jashtë shtetit. Më kupton? Pra, shiko, ky është skenar i bukur profesional, ky është profesional. Pra çfarë do të thotë? Unë të ftoj hajde në orën kaq me avokatin tënd, të mbaj aty deri në orën 6 të darkës, kupton? Dhe parlament duhet veprojë shpejt. Dhe në momentin kur të mbaj dhe të jap ty disa informacione mbi situatën tënde dhe çfarë masa kërkojnë ndaj teje, do të shojë te bloku i sigurisë. Më kupton? Sepse unë jam i bindur që parlament do marrë vendim pro meje. Pra pro prokurorisë. Dhe kjo nuk kupton një marrëveshje politike juridike të parlamentit me prokurorinë. Po çfarë parlamenti kërkon kohë? Normalisht do lirohet me njëherë, as bëhet fjalë, nuk mbahet dot. Po thjesht kjo tregohet si një mekanizëm që mundet prokurori të justifikojë që unë po e marr zonjën Ballukën në kushtet e flagrancës. Sepse, shiko tani, dispozita për flagrancën ka interpretim. Thot, pas kryerjes së veprës penale, a kupton në kryesi për të veprës penale, a kupton flagrancën, këta e kanë bërë një sallatë aty, dhe nga të futesh, nga të dalësh, prokurori mund të interpretojë thotë, unë jam në kushtet e flagrancës. Kështu e mendoj se pas kryerjes së veprës penale, personi ka bërë 1, 2, 3, 4 shketje dhe unë mendoj se është pas, sepse nuk ka një afat, për shembull, legislacioni huaj ka një afat për shembull, kushtet e flagrancës thot ai janë brenda 72 orëve. Në rast se të ka brenda 72 orë për këto vepra penale, edhe brenda këtij afati të fus në burg. Në rast se kalon 72 orëshi,
nuk të kap, nuk kam çfarë të bëj, do të procedoj për në gjendje të lirë, pa një masë sigurie. Ne nuk jemi në këto kushte. Në Shqipëri, kjo dispozitë, ky paragraf është kaq shumë do të thaj pasakt, sepse thet në kryerjes për të veprës penale, pas kryerjes së veprës penale, nuk flas para, pas kryerjes së veprës penale. Pra, ti e ke kryer veprën penale, kanë kaluar 300.000 vite dhe thot prokurori që edhe unë mendoj jemi në kushtet e flagrancës. A kupton? Të ndodh kjo gjë, sepse kur jetojmë në një paqartësi juridike dhe kur jetojmë në një interpretim abuziv të kushtetutës, të ligjeve, prokurori dhe gjyqtari përpara opinionit publik nuk është se janë amator, por opinioni publik i ditë që ata i dinë gjitha, janë asa, të kupton? Thonë derisa e fut në burg diçka di ky, po leja do të fut kota i pa provë, pasi jo thjesht perceptim publik, ë? Balluku mante gjithë pultat e ditë pultat që janë. Jo pultat e shtëpia, kupton, pultat janë ca pulta që qarkullon djathtas majtë ditë, që janë gazetar lem ose komenton. Dhe i mante balluku, pra, e kupton tani, edhe ato mendojnë fuqi e kështu, po nuk është e vërtetë edhe kjo. Pra do të thotë që situata ndonjëherë është kaq shumë abuzive dhe njerëzit mbi abuzivitetin që mundet edhe nga ajo që ne flasim ndonjëherë nga mosmarrja e informacionit të saktë ngatrohen gjatë rrugës. Unë tregoj tek ju është ky fakti konkret. Në rast se prokurori don të punojë dhe don të tregojë vetes që është prokuror, bën të këtë skenar ekstrem. Pse? Ta tregonte ne një herë vetme, që di të interpretoj kodin sipas ligjit dhe jo sipas organit të partisë. Shumë e thjeshtë kjo, Dylber. Po, reagimi që pati Zoja Balluku në fundjavë gjatë udhëtimit në Zvicër, çfarë u la? Me 3 në Prizren, ë? Si është një këngë me 3 në Prizren, çfarë është një këngë? Në të rast ishte në mos gaboj nga Zvicër. Nga Berna, po atje ndodhet Ahmeta në Zvicër tani. Qofse ju doni të jeni në komplot. Po vi nga Zvicra në Tiranë tani. Ne e di që shina nuk kemi, por po i kemi figurative. Dhe imagjino të ishte një mesazh për Spakon, nuk ju vi fare pavarësisht se mund të më shikoni sot që po ju kaloj aty përpara. Po unë s'kam ardhur. Është Balluku 2 ajo që ka ardhur. Origjinalja është akoma në Zvicër në tren edhe po vjen. Imagjinat kjo e pa e mëlluar. Po gjithsesi, shiko, e vërteta është që mund të bëj një pakt ajo me Ahmeten dhe ti thotë unë po shkoj në Tiranë për pareqitem. Mirë, po ti mos dil motë syri në televizion. Unë me ty i bëjmë ato marrëveshjet ashtu si di ti mirë. Unë e di që ti ke inat sepse unë bëra zëvendës kryeministre. Unë do vazhdoj karrierën time sepse unë jam zëvendës kryeministre. Nuk e traftoj Edi Ramën, se Edi Rama më ka ndihmuar. Ja ka thënë qarta jetë, dhe i ketë qarta të këtë gjë. Treni nuk është treni thjesht për na thotë në ajo që do vi shinat nga Zvicra këtu. Sa do nga Zvicra nuk e besojnë që do vi këtu treni. Po ajo thotë që unë kam bërë marrëveshje të mia në Zvicër dhe dihet kush është Zvicra, kush, Ahmeta. Po ti ishte Ahmeta që të reagonte, do reagonte para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. Ahmeta sa fitonte në gjyq nuk reagon më. Shumë e thjeshtë kjo. Avokat, po, për rastin e Veliaj ne kemi folur shumë dosjen kush e përgatiti, e më the thash. Po në këtë rast çfarë di për dosjen? Në Gazmet Bardhi di për dosjen, i vetmi që di për dosjen dhe i vetmi i cili pra është nga procedimet e PD-s. E kallëzimet e PD-s. Po, shiko, po, normale PD sepse dhe Gazmet Bardhi i cili qëndroi krye i grupit parlamentar të PD-s ka si objektiv zonja Balluku të keni parasysh. Pra është një sipërmarrje e qëllim që unë do godas zonjën Balluku. Kjo është fakt konkret, ne nuk po bëjmë imagjinat, ne po themi të vërtetën. Është shumë e vërtetë kjo. Ajo është goditur politikisht dhe juridikisht nga Partia Demokratike. Tani, a ta marrim këtë si një luftë politike, edhe mund ta marrim, por e vërteta është që është një pakt politik që nuk kupton goditje politike ndaj saj. Pra, në rast se Velia godit nga Nesti, që është Nesta, po gjithsesi. Këtu kemi të bëjmë nga gazi. Gazi botës, po, që unë shiko. Mua kjo më bëri këtë, unë çfarë do t'i bëj kësaj, do t'i bëj gjë, më çfarë, do bëj presion ndaj Spaku që kjo të procedohet. Shiko,
Duhet të kuptojmë diçka. Nuk ka rëndësi çfarë masi do të jepet sot asaj. Fare nuk ka lidhje. Ore, jepi çfarë do lloj mase sigurie jepi? Jepi më ekstremen, fute në burg, kalbe në burg. 1. Person nuk do flasë. 2. Person e di shumë qartë për çfarë po shkon aty brenda. Dhe 3. Personi është besnik ndaj kryetarit vet. Pra kjo është sigurt. Atëherë kalojmë në aspektin tjetër avokat, nga juridiku, kalojmë tek politiku. Çfarë ndodh tani që ajo është në postin e zëvendësës kryeministres, numri 2. Njëri me pushtet, por edhe drejtuese e fushatës në bashkinë më të madhe, me pushtetin më të madh pas kryeministrit, në bashkinë e Tiranës. Pa çfarë ndodh në këtë situata tani? Edhe sikur të jetë detyrim paraqitje, çfarë do bëj ajo? Ajo do punoj përsëri për kryetarin e saj. Jo, e kam fjalën qendron paktën tek posti juridik, e kam fjalën tek zëvendësi kryeministri, nuk flas atë politikë. Dëgjoj pak të them diçka. Për të qenë jetuar nuk është ndonjë problem, se gjithë mund të jetojmë. Por në rast se merr një status të posaçëm, është një problem këtë për Partinë Socialiste dhe Edi Rama. Rama e tha që deri në vendimin e formës Spreyer, që flas apeli, çdo njeri mund prezumohet i pafajshëm. Prezumohet i pafajshëm, po tani u kujtua se kur u arrestonin tjetër procesiste për tjerë, nuk prezumohet i pafajshëm. Po dëgjoj tani. Prezumimin e ka thënë gjithmonë. Po asnjëherë se ka thënë lere, prezumimi ka thënë për veten e vet. Për tjerë të thotë në lum edhe flaka poshtë mund. Tani puna është kjo tek pjesa e asaj që unë mendoj është këtu. Çfarë mendoj? Unë mendoj këtë gjë. Në rast se Rama do të bëjë një pakt edhe me Veliajin, e mban Ballukun, duke bërë presion të gjykatës që të lirohet në një moment të dytë Veliaj. Pra, që nga lufta e brendshme që po zhvillohet, se Rama e di shumë mirë luftën e brendshme. Ne nuk dim asgjë sepse nuk jemi pjesë e saj. Ndërkohë që Veliaj është akoma kryetar. Po, është akoma kryetar, po do të jetë akoma kryetar. Dhe në rast se nga lufta e brendshme ne do të ishim pjesëtarë, do kupton, do shikoni situatën me sy. Pra kush është situata? Situata është që njerëzit e Veliajit bëjnë sikur punojnë, por në fund fare nuk punojnë, nuk japin asnjë kontribut. Mbushin disa lista dhe në fund fare presioni nuk ekziston si përpara. Dhe kjo duket tek skuadra e Ramës. Dhe prandaj Rama vendosi Ballukun. Tani vendosja e Ballukut si drejtuese politike e Tiranës për të ndihmuar Monastigliun është treguesi i qartë që ajo ka një problem. Po këtë problem Rama nuk e merr në konsiderat. Vetëm po ta ndodh në një masë ekstreme, mund ta marrë në konsiderat dhe ta shkarkojë. Në rast se ajo është detyrim paraqitje ose në rast se ajo hetohet në gjendje të lirë, mirë. Sigurisht do të thonë që shiko, gjendje të lirë jam rregull kur të përfundoj metimet, pastaj do shkojmë në gjykatë marrë cilësinë të pandeurit. Por në rast se ajo nuk ka ndonjë problem, ndonjë kufizim, Rama nuk ka pse ta shkarkojë. 1 kjo. 2. Rama madje mund të bëjë edhe diçka ekstreme. E shikon, nuk do të çova unë, të morën vetë ata në burg, apo të morën vetë të proceduan. Dhe çfarë ndodh te kjo? Kjo ndodh edhe diçka e bukur. Se tek njerëzit e Veliajit ti tregon, shiko, unë edhe Velian ta kisha jashtë, unë Velian ta leja kryetar bashkie, po çfarë të bëj që këta më morën më futën në burg? Pra, gjithë loja është kjo që do tregoj te Veliaj, edhe tek fondacioni Soros dhe tek njerëzit që mbështesin Veliajin, që janë të huaj, që nuk e kuptojnë, thotë, shiko, mua nuk është se më kapën vetëm Veliaj, po më kapën edhe këtë time këtu. A kupton? Drejtësia është e pavarur në Shqipëri zotëri. A investuan? Se Rama çai bën aty, i bën lojmë, i bën budallëmë. A investuan, po. A the një drejtësi e pavarur? Po thotë ai, është europiane, kupton, është amerikane, po thotë patjetër çfarë thotë Edi. Sa ai ndonjëherë nuk e di çfarë marrëveshje kanë bërë këta mbrapa krahut njëri tjetër shumë e rrallë. Po thot ai, pse drejt, po është e pavarur, po. A prezumim pa fajse. Po thot ai, po atë çfarë më thotë më ndërhy. Tu mbyllet goja të gjithëve aty edhe të PS-s edhe njerëz të tjerë thotë, po edhe ai s'ka mundësi se tani nuk mund të them që gjithë spaku është ai, po. Mund të them nga themeli deri në fund spaku Rama është, po gjithsesi themi se nuk çeka Rama. Mirë, dhe kjo është loja e bukur. Çfarë bën ai tani? Vendos njeriu në vet në sitën e spakut. E vendosim me një akuzë kodi që s'ka vlerë fare, se ministri nuk ndiqet për atë gjë, ndiqet për gjëra të tjera, por gjithsesi ajo është një akuzë kod. Në rast se është ajo akuzë është kod për mendimin tim, nuk ka vlerë juridike, as politike, është një budallëk i tërë. Por Rama këtë do ta përdori si një mjet për veten e tij, për të shfaqsuar tek njerëz që njihen kanë një pikë kontakti me Jon Velian,
ti thotë që edhe mua më marrin njerëz të mi, s'kam çfarë të bëj. Kjo drejtësi e pavarur vëlla, e kemi bërë bashkë. Sa më din shumë mirë të bëj atë viktimën. Dhe e bën vazhdimisht viktimën ku e bën të populli shqiptar që sapunin për djath nga mjes deri në darkë dhe nuk e lëshon, mbaroi puna. Pra ti je pa ujë, pa drita, pa gjë, dhe ai të thotë faj nuk është imi, është i Saliut, edhe ti si budalla shkoi voton nga mjes deri në darkë, mbaroi. Kur një pensionist merr 100.000 lekë dhe mendon se fajin e ka që Saliu, ndërkohë ky ka 12 vjet qeverisë dhe ndërkohë duhet të kishte rregullu ky, edhe ai tjetër se nuk e kishte rregullu, edhe ky merr vota nga ai budallaj që shkon e voton si Lolo Ramën, sigurisht Rama viktim bën. Pra nuk është asnjëherë kryeminist, sepse luan rolin e viktimës duke qenë kryeminist. Kjo do të thotë që ne kemi problemin, o ai që ka shumë i zgjuar, s'ka mundësi tjetër. Prandaj po them, rastin Balluku, Rama do komandoi shumë bukur për ta paraqitur edhe në raport ndërkombëtar, ashtu siç e thash, që shiko, unë nuk kam çfarë të bëj, edhe për të thënë veliet urdhëro, spaku nuk është i imi, se ma hongër edhe këtë timen përveç se të kam shuar atje ku Avokat, më thuaj edhe diçka të fundit të lutem, si do të ndikoj kjo tek opozita për të përfituar, apo çka ka opozita është, shiko, opozita ose Partia Demokratike është një luftë të brendshme institucionale për të ardhmen e saj. Pra, është në një konsultim të brendshëm, Partia Demokratike është më mirë se Partia Socialiste, se të paktën në Partinë Demokratike ke Z. Pra, ke dhe Z për edhe kundër. Në Partinë Socialiste nuk ka Z. Edhe diti, aty ku nuk ka Z, do të thotë që diçka nuk po shkon mirë. Sepse është parti politike, nuk është një subjekt që më thoshti është një kompani private, edhe në kompani private du të ke Z. Pra, është një parti politike dhe në rast se kjo parti politike nuk flet, nuk gjeneron frymarrje dhe oksigjen kundërshtues, është drejt vdekjes dhe vdekja do të jetë e pariparueshme, përsa Partia Demokratike edhe pa pushtet akoma ekziston. Përsa Partia Socialiste është vetëm me pushtet. Avokat, milionit ju konsultoj. Se në rastin e Veliaj nuk u pa ndikimi fare tek zgjedhjet e përgjithshme, pavarësisht se kryetari i Bashkisë Tiranës më të madhe në vend, me një strukturë të tillë, u arrestua. Pra ishin strukturat që qëndruan. Rama, jo, sepse Partia Socialiste ka një pjesë të strukturave të saj, jo të gjitha. Që do thotë, Partia Socialiste sa është në pushtet, do ketë struktura, se ka lekun dhe pushtetin. Në rast se ik njëra nga të dyja, Partia Socialiste ka pjesërisht struktura, jo tërësisht. Të themi atë që është. Pra do të thotë, Partia Socialiste ka të sigurt 300.000 votues. I ke të sigurt. Pra, edhe si kur të dali kryetari të shaj nga mjesë deri në darkë me libër shtëpie, ta kesh të sigurt që ajo e ka elektoratin e vet. E ke të sigurt të gjë. Pastaj, gjatë kohës, për shkak të misive dhe kështu gjërash, shtohet elektorati, po jo struktura. Asnjëherë Partia Socialiste nuk ka një strukturë e cila të ishte mirë organizuar. Pse do të thosha këtë gjë? Sepse në rast se marrim referencë zgjedhjet e 2025-s, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë 500.000 vota njëra tjetra. Pra, njëra pa pushtet, tjetra në pushtet. 350.000 vota që ka marrë plus Partia Socialiste, ato janë vota të cilët vinë një nga emigrantët, ashtu se që bë rasti i famkeq i zgjedhjeve tyre, pra që kanë votuar, dhe rasti tjetër i presionit në sektorin privat, duke bërë presion ndaj bizneseve që kanë punëmarrës shumë dhe duke i vendosur gjopa, pra presionin. Më jep kaq vota, së përndryshe ta dogja dyqanin. E kupton në cilën fazë. Pra, kjo nuk mund të përkthehet si strukturë. Pra, nuk mund të konvertohet presioni, pengmarrja, si një strukturë politike. E kupton? Pra, është e palogjikshme kjo që po thua. Ajo që ti thua është po, që PS-ja ka strukturë, po struktura e saj është kur nuk ka pushtet dhe nuk ka para, po ka një pjesë të strukturës së saj. Por ti nuk mund të quash strukturë një parti e cila jeton dhe punon mbi presionin. Ai nuk quhet strukturë.
Ajo çfarë thuhet? Thuhet në gjuhën e krimit quhet presion. Pra unë të marr peng ty duke të thënë nuk do të bëj kompanisë tënde gjoba, për 2 vjet e ketë garantume, po sa punoj s'keti 5.000, shumë mirë. 4.000 dua unë. Ke demokrat, po, atyre i merja kartën identitetit dhe pasaportën që mos votojnë atë ditë. Ç'ti e quan ti këtë? Strukturë quhen, po, strukturë, grupi strukturar kriminal që pengon zhvillimin e demokracisë. Megjithatë task force nuk mund të më quash Parti Socialiste superstrukturë. Jo, nuk është superstrukturë. Është për shkak të nevojës ekstreme ose të kanosjes ose të përdorimit të pushtetit me forma presioni. Presioni dhe përveç kësaj satanike do thoja për rastin e një partie që do të konkurojë. Pra, Partia Socialiste kur në jetën e saj politike nuk ka përdorur transparencën, llogarizënien, meritokracinë si jetës së saj politike. Thjesht ka jetuar në presion, shko fol me një komunist ose me një socialist edhe thonë që jeton me kanosje. Nuk jeton ai me liri, se në rast se do të ishte i lirë, nuk do lente Edi Rama të keq përdor të simbolin e Partisë Socialiste. Do të them edhe një rast tjetër. Pse rilindja iku dhe pastaj Rama detyru të kthej Partisë Socialiste? Sepse nuk ishte struktura rilindja. Rilindja u fut nga struktura të PS-s. PS-ja brenda tha, ore kemi disa struktura, po na iki se ke gjithë rilindjen, dhe ai në 2017 riktheu Partinë Socialiste. E moment që për 4 vite nuk ekzistonte Partia Socialiste dhe mbrapa kishin disa budallë që bënin sikur ishin socialistë. Dorsa tani të ka rikthyer Partia Socialiste, të ka rivendosur në strukturat e Partisë Socialiste rilindasit, pra interesatxhi, servila, sepse ata kanë ikë nga vendet ku kanë qenë përpara dhe kanë ardhur tek Partia Socialiste dhe ata kanë fryrë strukturat, por strukturat reale Partia Socialiste ka në bazën e saj, pra te 100 me 150.000 maksimumi struktura konkrete, të vërteta. Ato të tjera janë thjesht struktura imagjinare, pra të fryra, të cilat në rast se ikën para dhe pushtetit shfryn më njëherë dhe Partia Socialiste shkërmoqet brenda rrethit të saj që nuk mund të kalojë si strukturë më shumë se 150.000 votues. Prandaj, kjo pjesa tjetër që themi që Partia Socialiste është akoma në pushtet, është për shkak të presionit, pra nepotizmi në administratën publike, pra çfarë ndodh, të vendosun ty në një drejtori, po, merr gruan, familjen, burrin, gruan, çfarë do ti ato që ke bankomat, që ke nga mrapa të vetes, i fut në përshtet, dhe ato normalisht çfarë bëjnë? Nuk është se bëjnë diçka mirë për vendin, po çfarë bëjnë? Sigurojnë vendin e punës duke konvertuar me votë, që do të thotë, unë futem në punë dhe ty të jap vota. Pra, në këtë formë, kjo nuk quhet strukturë, kjo quhet interes. Kur tek ai interesi vjen dikush tjetër që është më i fortë se ky, atëherë këta do të ikin nga ky dhe do ikin diku tjetër, sepse kështu është qarkullimi në politikë. Prandaj nuk jam dakord me këtë gjë dhe Partia Socialiste do shkërmoqet në një moment ku nuk do të ketë pushtetin dhe paranë. Avokat Skenar që i hodhët sot tavolinë, flasin për një ditë që të jetë e mbushur me mjaft të zhvillime të vrutshme. Kështu që unë të falenderoj dhe do të vetëm në kontakt. Po, zhvillimi Erion Veliaj, Mburg, Semir Tahiri iku, Ahmeta iku, kjo tjetra është drejt rrugtimit. A kupton? Se nuk du të them a është apo nuk është. Po duket, e ke sot lajm. Pra e ke sot lajm konkret, a kupton? Pra, një lajm i cili i jep një sinjal. Edhe kujdes sekretin kush është i fundit. Ore edhe sikur mos të ndodhi procedimi, mjafton lajmi. Do të them një skenar tjetër ta shikosh. Ndodhi lajmi për të Samir Tahiri, e mani men ju, ç'a bëri? A filloi lajmi ti në 2015-ën? Ti rikujtoj njerëzit. Ç'a bënte lajmi Samir Tahiri? Dilte si lajm, u të rishte mrapa. Ndikimi i pushtetit. Doli si lajm, u të rishte mrapa. Ç'a bën makinacioni? U përdor Italia. Qarkullon në atje lajme. Gazeta X, kështu ashtu me radhë. Ti isha unë do të deputet zotëri, kur i gjoj Gazeta X, i thoya, ti vlla, në punën tate, me gazeta nuk fusin burg njerëz. Doli lajme, ç'a bëj?
2015, 2016, a kandidoi në zgjedhjet e 2017-s? A u përdor? Pas zgjedhjeve 2017-s, po dha dorëheqjen si deputet. Edhe më duket. Pra, në fund fare u ekspozua dhe shnet, u flak. Rasti zotit Ahmetaj, njëti rast, dilte jo ky është spioni këtit, jo ky bashkëpunon me këte, jo ky tjetri me këte. A doli si lajm? Këto po të them lajmet, Doli, u dojq fillimisht. Jo, avash. Edhe ky lajm është sot, e kupton? Është lajm duke qeshur, sepse këta mendonin, edhe këta, edhe Sajmetaj, edhe Ahmetaj, edhe Veliaj, as ban mua si gjo, edhe njerëz të po ku bëjnë ata se është e paprekshme. Jo zotëri, nuk ekziston paprekshmëri përveç Zotit. Ai është paprekshmi. Të gjithë ne këtu jemi të prekshëm në çdo formë dhe mënyrë. Por ajo që unë po të them është kjo. Mos thuaj kurrë jo për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Pra do të thotë që ata e kanë koston e tyre dhe do t'i vi kosto atyre. Dhe sot ky lajm që është paraqitja e saj apo jo, apo paraqitja u bë për thjesht që të mbyllim syt apo të themi që shiko edhe tek ne ndodh kjo, është lajm, po edhe lajm do të thotë që u prek. Pra, kulmi i paprekshmit që ekziston tek Rama për mendimin tim është më vulnerabël se ata të cilët sot janë të prekshëm. Pse? Sepse paprekshmëria tek Rama është një rrezik më i madh. Edhe ta kam analizuar dhe përsëri nuk ma pranon si fakt. Zotëri, Rama sot është i shoqëruar nga gjithë ata të cilët kanë tradhtuar kryetarët e tyre. Pra, sot Rama është shoqëruar dhe thotë nga njerëz që kanë punuar me Lul Bashën. Sot Rama është i shoqëruar nga njerëz që kanë punuar me Sali Berishën. Sot Rama është shoqëruar nga njerëz të cilët kanë punuar me Erion Velin. Sot Rama është shoqëruar nga ata të cilët kanë punuar me Ilir Meta. Sot Rama është shoqëruar nga njerëz që kanë punuar nga koha e komunizmit. Të gjithë këta individ që Rama sot i ka në rrethin e tij, në oborrin e tij, përbën rrezik për Rama. Por Rama nuk e kupton dot. Edhe pse nuk e kupton, se mendon se i ka të gjitha në kontroll. Ai asgjë nuk ka në kontroll. Vetëm presionin dhe pushtetin. Kur të fillojnë që Rama të ketë goditje të shumta brenda llojit, të cilët nuk do të duken, Rama do kuptojë me vonesë. Kështu është si puna e këtyre që Rama ka pas rreth vetes. Ata për shkak se dinin që ky i madh i gjati është paprekshëm, mendojnë se edhe këta janë të paprekshëm. Por Rama në një moment ku njëri prej këtyre që ka bashkëpunuar të hapi gojën, Rama bie në sekonda. E di pse kjo? Sepse është krijuar precedenti o Dylber. Çfarë do të thotë kjo gjë? Pra do të them një rast. Të fusën ty në burg pa prova. Po. Së ndodh, ka ndodhur, dhe ke aktualisht sot, ke politikan që ke pa burg pa prova, ta garantoj unë ty. Në perceptim publik ka prova, çfarë? Ky, ai duhet kriminale kështu. Çfarë do të thotë? Në perceptim publik ti po dole me një makinë të bukur, populli thotë ka lek ky, ka lek. Ai se di fare, ai ka marrë më qira, është e imja, s'është e imja, s'intereson fare. Thjesht shikon me një makinë të bukur thotë ky pas ka lek. Kështu është perceptimi publik të politikanëve. Ka qenë politikan, patjetër ka marrë ky, patjetër ka vjedh ky. E ka thënë dhe Saliu, marrë është fakt konkret. Pra, ky precedenti rrezikshëm ka ndodhur. Të gjithë çka kanë bërë, Alimin ka pritur. S'është për mua, a për tjetër s'ka për e ka. Kur vjen momenti tjetër, thotë, "O vlla, thotë, si më çon mua pa prova?" Ku ke prova ti? E thos zotrin fal, kemi precedentin që Ahmetaj, Tahiri, Veliaj, Berisha, Meta, po ndiqen. Po unë, po pse mua? Ata kanë prova. Pse foli X-i, tjetri në televizor kështu? Pse prova janë këto? Jo. Në aspektin juridik, jo. Po në aspektin shoqëror dhe qytetar, po thonë, patjetër do, ai duhet kriminal nga mes deri në darkë. Dhe për shkak se ti kur ke qenë në kryeministri, e ke lënë të krijohet precedenti, nesër kur do të vi ty, nuk do kesh se si të përballesh, sepse ti e ke lejuar si me kënaqësinë tënde, si me pakënaqësinë tënde, si me eshtin tënde, si me atë reagimin hipokrit që ke pasur që ne kemi bërë spaku në kështu gjëra, nuk bën spak. Pra, në gjithë këtë këmbvështrim, po ta shikosh, ta analizon, derisa precedenti është shtruar,
ty kur do të vi rreziku ti nuk ke se si të mbrohesh. Po e di si mbrohesh, vetëm me një pakt politik mbrohesh. Se je politikan, një qytetar nuk ka çfarë kujt të bëj pakt. Pra, edhe rasti Rama, prandaj po them që Partia Socialiste është drejt shkërmoqë, sepse aty kur nuk ekziston debati, dhe aty kur nuk ekziston fërkimi dhe përplasja publike, populli shikon që ekziston vetëm një dhe nuk ka se si të frymëzoj brenda aty. Ndërsa kur shikon nga Kraumatan që ka përplasje, çfarë ka? Ka përplasje dhe bashkim që do thotë sot PD si kanë ikë të gjithë të cilët kanë qenë me Lulin. Dhe këta njerëz që kanë ikë nesër do shkojnë të PD-ja, pavarësisht se Saliu, po tani nga Urrëtia, nga Mlefi, nga gjithë ato gjëra që përshtorësi që kanë parë tek Luli që si ka ndihmuar, ai kupton thjesht ka lënë në palë. Tani këta dalën nëpër televizion, edhe kur dalën në televizion, thonë televizion, hajde edhe këtu të mua ti na thuash ndonjë gjë për Saliu, na kupton. Pra, këta çfarë ndodh? E krijojnë veten e tyre deri në një moment që të bëjnë precedentin e tyre dhe pastaj shkojnë tek origjina e partisë tyre. Ndërsa TPS-ja është akoma më rrezikshme, sepse ata të cilët distancohen nga PS-ja përfundojnë o në burg, më kupton, o jashtë shtetit. Pra, në aspektin e analizës politiko-juridike, ti do kuptosh që një subjekt politik që të jetoj kërkon që të ketë zë brenda. Pra, PD-ja, pavarësisht se nuk është në pushtet, brenda ka zë, do thotë ka diçka të bukur, se ka frymarrje. Ndërsa TPS-ja nuk ekziston zë dhe ka vdekje. Pra, ti shikon në aspektin njerëzor, aty ku ka qetësi absolute, çfarë do thotë? Ka diçka që nuk po shkon mirë. Pra, nuk ka gjallëri. Dhe këto dy gjëra, ty po ti marrësh, ti konvertosh dhe të vendosësh tani në një sitë dhe ky rast që po ndodh me Ballukun, çfarë ndodh? Të gjithë janë të prekur. E ka qetësi. Pra nuk ka mbrojtje. Vetëm unë e mbrojti, pse? Se them prezumim pafajësisë. Ndërsa ata thonë e ka marrë Spaku, sikur Spaku është Zoti. Pra, PS-ja ka dëmtuar veten e vet duke instaluar vetes saj vdekjen. Dhe vdekja vjen në mënyrën aty ku nuk ekziston zëri. Dhe aty ku nuk ekziston zëri, nuk ekziston gjallëria. Prandaj po them, lej struktura, lej mashtrimet, lej që ne kemi drejtësi të pavarur. Këto mashtrime për publikun, që publiku të kënaqet, thotë, po, ka drejtësi këtu këto, mashtrime, po nuk luftove të drejtësia, të bërtasësh, të ulërasësh, të gjesh të vërtetën tënde, ai nuk ta jep drejtësinë ty. Se thotë je i fletur. Sepse edhe këto duhen me strategji, nuk them ato që bëra ai tjetri që mori kallashin edhe nuk dinte ku të ndalonte, por them në aspektin njerëzor. Pra jemi njerëz dhe politikën mos e shiko e shkëputur nga ana dhe nga sjellja njerëzore. Është si puna e këtyre që s'kan mend. Janë disa që thënë politik, jo politika, jo. Orë zotë, janë politik. Pse? Edhe banka ka politike, edhe media ka politikat e vet. Edhe qeveria ka politikat e vetë gjithë. Çfarë bën? Ka norma, ti ku shkon në vend pune, ka një rregullore të brendshme. Çfarë është? Është politika e saj që ka normuar, që brenda këtij kuadrit do të ecësh dhe nuk mund të kalosh kuadrin. Çfarë do të thotë këtu janë politika dhe ato të cilët bën thënë, po drejtësia nuk është politik. O qyp, po si ai futet aty brenda, kalon nga rruga dhe thotë, përshëndetje, erdhe dhe më futet dhe më jep mua te të drejtë, te ushtrim detyrës. Jo, ka kritere, ku janë të normuar nga parlamenti, kush duhet i marrë, si duhet i marrë, plotësojnë kushte dhe këto gjëra. Pra është procedurë e gjitha. Prandaj unë po të them që Rama ka bërë një gabim juridik, po nuk ja ka thënë asnjëri, po ta them ta kuptosh. Çfarë? Rama ka bërë një gabim kur ka thënë në komision parlamentar, dhe unë kam kuptuar aty që të gjitha ata që janë sot në burg janë vetëm për këtë faktin. Ta që na duhet në procedura. Zotëri, kur ti në aspektin procedurial nuk shkon në gjykat të godasësh gjykatën duke shkelur gjykata aspektin procedurial. Pra, unë si avokat nuk shkoj në gjykatë dhe them gjykatës bëj procedurën kështu si them unë. Jo, sepse po i thash unë bëj procedurën si them unë nuk kam se si ta ankohem në gjykatë më të lartë që gjykata shkeli procedurën. Se unë nuk them që avokati shkeli procedurën. Avokati ndikon në mënyrë të palishëm gjithmonë gjykatën që të shkeli procedurën. Në mënyrë se është sjellje njerëzore ajo. Avokati nuk jep përgjigje gjyqtarit, jep gjyqtarit një përgjigje tjetër, s'ka lidhje.
Pse aty kemi dalë për konkurruar kush e përgjigje më të bukur? Përgjigjesh sipas mentalitetit, sipas intelektit. Nuk ka të bëjë kjo gjë. Pra, avokati nuk shkon të thotë gjykatës, bëj kështu si them unë. Por avokati në vendin ku duhet i thotë gjykatës, unë do bëj këtë me veprim, shikoj gjykata e kupton këtë që do bëj unë apo nuk e kupton. Dhe Rama çfarë tha? Që na duhet procedura. Gabimi. Pse? Se për gjithçka është procedurë. Pra, po themi kodi procedurave administrative. Rama nuk e ka lexuar kështu po ajo. Ja, çan budalliqe. Kodi procedurës civile. Çan më duhen ato budalliqe. Kodi procedurës penale. Çan janë ato budalliqe. Do s'janë për ne. Pra Rama tha një gabim në komisionin e timor ku ishte për incineratorëve. Dhe jam i bindur që të gjithë këta që janë pjesë e Ramës nuk pyesin për procedurë. Nuk e kanë lexuar procedurën. Pra unë kur përdor procedurën në aspektin gjyqësor, edhe normalisht edhe kur shkoj në një institucion, unë në një moment mund të bëj edhe me qëllim gabim procedurial. Pse? Sepse nuk marr unë vendimarrje. Unë jam avokat. Unë dua që ai kur të marrë vendimarrje, po është në interesin tim, them, "Ore, ekziston një nen aty që thotë diçka tjetër, përveç atij nen që ke ti në mendje, kupton?" Edhe ai tani futet në sikletë thotë, "Ore, kë e di unë ashtu, pas ka edhe ky, kur ja ti balancojmë të dyja." Edhe ajo jep drejtësinë. E kupton tani kush është e gjitha. Pra, ti nuk shkon ti thuash gjyqtarit, "O sa i bukur jam, o sa i mirë, unë jam ylli botës", e kupton? Sepse unë kur jam në shkallë të parë, nuk do investoj aty t'ja them gjitha. Unë do bëj investoj aty që ai të gaboj, thotë, "Çaj je ti?" E kupton? Si puna ti ishte Rama, thosh, "Kush je ti?" E kupton? Pra, ti duhet të dish se si duhet të përdorësh edhe politikën, edhe aspektin juridik, edhe aspektin social, se ka lidhje ajo me popullin. Sepse si edhe njerëzor, si njerëz jemi të gjithë, lëvizim, secili ka instiktin ndryshe, se çdo njeri e percepton ngjarjen ndryshe. Pra ti do më thuash, ai është gjigant, kështu, vetëm Hitleri dinte ku erdhi koha e mbarimit. Më kupton? Të gjithë të tjerë thosh, "Ça? Ti do flasësh pushkatim", e kupton? Po shkoj ti thoj që Hitlerit, vlla ka mbaruar ky. Ato kishin pushkatu. Po çfarë bën Hitleri? Kur vinte momenti i fuqizimit, lart, se ti e di ti, është kurba, dhe lart shkon. Nuk ka, pastaj fillon e shikoj çfarë ndodh këtu. E çuditshme kjo gjë. Pse nuk duhet kishte vazhduar? Pra të kishte marrë një mas tjetër, sepse ngel këtu. Tani këtu, ku ngel këtu, o do biesh kështu, o do biesh kështu, o kështu, o kështu. Më kupton? Po kjo do bie. Nuk ka se si të rrëshe. Dhe shiko, të ta jep kështu. Edhe për Ballukun, edhe për Veliajin, edhe për Berishën, edhe për Metën, edhe për Ramën, gjithë. Zotëri, ka rritur kështu. Tani, ti e i zjut, o të biesh kështu, se kështu është e rrezikshme. Pra, rënja do të jetë në nivel më të bukur. Shikoni ju të gjithë, vendosni dorën tuaj dhe shikoni. Çfarë është kjo? Pra, njeriu është histori, është fakt, është sjellje, është traditë, është ADN. Pra, i ka të gjitha këto. Dhe forma e vetë është e tillë që në disa të gjithë njerëzit janë njësoj. Të gjithë janë njësoj në disa aspekte. Pra, të gjithë kemi në veten tonë dorë, aq sa kemi. Pra, duhet të kuptojmë që Rama ka mbarim. Duhet të kuptojmë që të gjithë këta kanë mbarim. Pse? Se manuali i tyre është i tillë që e kanë nisur gabim edhe do ta çojnë punën deri në fund gabim. Se në rast se këta do të kishin marrë masa, nuk do të përfundoni dashur në prokurori. Bëni 10 vite punë vlla, merrnin lekët, tu pafsha u bofsha dhe shtetet mira. Në rast se ishin okay me veten e tyre. Por këta çfarë? Për shkak se nuk kanë studiuar që ka edhe ulje edhe ngritje, po ka pastaj ulje edhe nga shtypë shfrenat, ta nuk e perceptojnë këtë gjë. Dhe thonë çfarë thonë? Jemi sa jemi në plasin e në fund fare, dimë ne ka rrugëzinë në Shqipëri jemi. A kupton tani? Se pastaj është ajo, në Shqipëri jemi. Po jo, sepse ti mund të jesh në Shqipëri, por ai i cili ka marrë urdhër për ty, po të bën diçka që për ty nuk është e ndershme. Po për shkak se ti ke heshtur, nuk e folur,
U futë Erion Velia në burg. I 5 socialistët apo komunistët flasin për Erion Velin. Asnjëri e qepën. Mirë nuk kanë folë ato që janë eksponent Partisë Socialiste. Por njerëz që votojnë Partisë Socialiste si nuk kanë reaguar. Së shërgjë e rëndë kur fut një djalë të ri. Ore, e doni Velia, nuk e do është puna juaj, nuk më punë fare mua kjo. Po nuk mundet unë që se kam votuar Erion Velin dhe të vërtetën, unë asnjëherë as 2015, 2019, 2023 nuk e kam votuar Erion Velin. Që në ditën e parë kur ka dalë në politikë bërë shqiptar fare, as të mjafti asnjë lidhje s'kam pasur. Por nuk mund të flas unë për Erion Velin për prezumimin e pafajësisë, për gabimet procedurale që i bën, dhe ata të cilët e kanë votuar, kanë qenë nga mrapa, kanë bërë sekserin, kanë bërë çfarë të shpirtit kanë bërë, mos të thënë një fjalë. Pra e kupton çfarë pabesie ekziston edhe ata të cilët janë aktualisht sot në Partinë Socialiste flas. Unë flas për Partinë Socialiste. Pra, rreziku që i kanoset Partisë Socialiste është më i rëndë se Partisë Demokratike. Nuk e kuptojnë dot, sepse janë në Everest, po si puna gjykatësit. Pra, do t'jap edhe këtë faktin e fundit. Në rast se unë do shkoja në një gjykatë dhe thoya, ore, unë nuk po shikoj situatën mirë tek ju, se keni hyrë në Everest. Everesti, është Everesti më i madh Bali, çfarë është ajo? Bravo. Keni hyrë atje lart dhe këtu nuk jeni në tokë. Po bëni gabim vetes. Do ketë pasoja. Që më intereson më pse mund të ketë pasoja. Qytetari thjesht la plase. Çu thotë ai që është në gjykatë, edhe prokurori. Mos u merroni. Ky është fjalë me plase ekziston. Nuk është mashtrim. E di pse thotë atë? Po kush do më kontrolloj mua kur e bleva vendin e punës me vettingun? E kuptove tani? Pse? Se ka bërë sistema ai. Ka gjetur ai dy dallave regji, kanë marrë një flamun nga mrapa duke bërë reformën e famshme në padrejtësi. Ka paguar ai dhe thotë tani, kur këtu ka paguar të këto që kanë bërë reformë, po çfarë do marrë përgjigje ky qytetari? Dhe kur kjo bëhet sistem, qytetari çfarë thotë? Çfarë kështu edhe pe 6 thetorin. E imagjinonte në njëri këta të vettingu që kanë kaluar edhe sot na bëjnë edhe sikur jetojnë në Everest atje lart? Por tani që ti thua po zbrit, se unë i them, mos zbrisni në hajtin në tokë, hajtin e këtu, jo atje lart, se jeni në Everest. Ku i thua për kadastrën, po i thua për shumë institucione të tjera. Prandaj që ta konkludoj dhe të them për këtë rast, dhe në fund fare do të kuptosh, derisa lajmi ka dalë për Balluku, pagjon nuk është dhe sigurisht që situata nuk do jetë mirë për Partinë Socialiste në të ardhmen. Avokat, të falenderoj shumë për të gjithë analizën shtëruese që bëhet për këtë çështje, por edhe situatën politike edhe derivatet e mundshme që mundohen më pas. Të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.